Së besoj që nisë më shkojnë, si me thonë, me ballhapër në këto zgjedhje lokale, sidomos në komunët që ju përmendet Malishevën që ka qeverisur. Për dallim nga të tjerët, Ekrem Kastrati, kryetari i komunës, sot del para qytetarëve të Malishevës, tash një muaj në fakt, e më tepër me projektet e tij, me punët e tij të mëdha të realizuara për 3 vjet e gjys, ka transformuar e ndryshuar tërësisht Malishevën dhe është një vlerësim tashmë nacional. Për te vlerësohet e duar trukitet se si bili-bili, edhe të befasuar se si ka mundur një kryetari i komunës, me një komunë aq të vogël, me pak buxhet, që të bëjë një punë aq të madhe, dhe veprat e realizuara në komunën e Malishevës nga kryetari Kastrati praktikisht ardhin një moment ku komunat e mëdha, komunat në ato të mëdha që i njohim, si komunat regionale, ja kanë lakmi, edhe s'ka mujtë me realizu ato që është bërë në komunën e Malishevës për faktin po flasë Arben, sepse a bën një transformim total i qytetit dhe ka realizuar në tërësi premtimin e tij të zgjedhjeve të 2021 për Malishevën urbane. Malisheva ka qenë një farë qytet, me thonë, kaotike, pa kur farë infrastrukture, varësisht prej, si me thonë, kushtet atmosferike, përmbytur, pa asnjë ambient, si me thonë, që do t'jep të kuptim një qyteti urban.